Prej një muaji e gjysmë, forca të shumta të policisë së shtetit janë vendosur në Baksriol dhe po dhunojnë fizikisht e po arrestojnë banorët që protestojnë për të mbritur tokat që i pretendojnë si pronësi të tyre, në të cilat Bashkim Ulaj ka filluar të ndërtojë një resort. Përballë këtij konflikti fizik masiv, po qëndrojnë të heshtur Prokuroria dhe Gjykata e Shkodrës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe SPAK, duke krijuar dyshimin e arsyeshëm se janë bërë palë me policinë dhe Bashkim Ulajin kundër banorëve. Kompania Gjener 2 disponon dokumente kadastrale për 150 hektar tokë të blerë nga shtetasi Fatmir Shprellzaj, ndërsa banorët e Baksriolit pretendojnë se toka është e tyre dhe u është grabitur me dokumente zyrtare false. Ata kanë bërë kallëzim në SPAK për dokumentet false për bllokim punimesh të kompanisë Gjener 2 dhe largimin e forcave policore nga zona deri në zgjidhjen gjyqësore të konfliktit. Shefat e SPAK-ut kanë deklaruar mungesën e kompetencës, duke ja kaluar çështjen për hetim Prokurorisë së Shkodrës, kur kallëzimi që kanë bërë banorët ka si akuzë veprat penale të shpërdorimit të detyrës, korrupsionit, falsifikimit të dokumenteve zyrtare e kadastrale në bashkëpunim dhe përfitim të paligjshëm të pasurisë. Prokuroria e Shkodrës, përveç dosjes që i ka dërguar SPAK si kompetencë lëndore, ka disa kallëzime penale që kanë bërë banorët e Baksriolit me të njëjtat akuza, por nuk zbatohet kodi i procedurës penale, duke mos bllokuar punimet e kompanisë Gjener 2 deri në përfundim të hetimit të shpalljes së vendimit të formës së prerë, madje mos veprim ka edhe nga Gjykata e Shkodrës, që nuk bën sigurimin e padis deri në gjykimin e çështjes. Përballë mosveprimeve të Prokurorisë së Gjykatës së Shkodrës dhe SPAK-ut, që po tregojnë dukshëm anësi në favor të Bashkim Ulajit, duhet të veprojnë Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor si organe e prore, sepse nuk janë vetëm për emrime. E kanë detyrim ligjor të kërkojnë shpjegime nga Prokuroria dhe Gjykata e Shkodrës e nga SPAK-u, pse nuk zbatohen detyrimet sipas kodit të procedurës penale për hetimin dhe gjykimin e çështjes Rriolli, sipas pretendimeve në kallëzimet dhe akt paditë gjyqësore që kanë bërë banorët. Konflikti fizik masiv prej një muaji e gjysmë detyron KLP-n dhe KLG-n të ndërhyjnë për të detyruar strukturat e drejtësisë të zbatojnë ligjin penal për sigurimin e padis, hetimin dhe gjykimin e përshpejtuar, sepse në Baksriol është krijuar një situatë e rrezikshme, po acarohet dhe zgjerohet konflikti fizik mes banorëve, policisë së shtetit që ka dërguar kryeministri Edi Rama dhe forcave të sigurisë private, punonjësve kriminalëve që ka sjellë Bashkim Ulaj. Nëse letrat me të cilat Bashkim Ulaj e ka blerë tokën janë të ligjshme, le ta gëzoj tokën dhe të ndërtoj kështjella. E njëjta gjë edhe për banorët nëse toka është e tyre, veçse pronësinë nuk e ndan përleshja fizike e palëve, por gjykata dhe duhet pritur vendimi i saj. Fakti që kompania Gjener 2 po kryen punime në mbrojtjen e forcave policore me dajak kundër banorëve nuk është barazi ligjore, sidomos pozicioni i policisë në mbështetje të oligarkut Bashkim Ulaj, që është palë në konflikt. Është heshtje dhe anësi që duhet marrë fund me vendim paraprak të Prokurorisë së Gjykatës për të larguar nga tokat firmën ndërtuese dhe banorët deri në përfundim të gjykimit, i cili në këtë rast problematik duhet të jetë i përshpejtuar. Ministri Petrit Malaj është aligatori i ri në qeveri që po përfiton fonde e pasuri me bekimin dhe firmat e Edi Ramës në këmbim të firmosjes së aferave financiare, duke hyrë në pazare dhe me drejtues të pushtetit lokal, përfaqësues të PD-s në bregdetin e zonës Qerret Kavaj me vendim numër 16 datë 23 korrik 2025 të KKT-s të firmosur nga Edi Rama, është dhënë leje ndërtimi për objektin kompleks Godin Banimi, shërbimesh dhe hotel me 15 kate mbi tokë dhe 2 kate parkim nën tokë. Lejen e kësaj kulle me vlerë totale ndërtimi dhe kompletimi 21 milion euro, kryeministri Edi Rama e ka dhënë në sipërfaqe të ndaluar për ndërtime. Madje 4 muaj para se Bashkia e Kavajës të jepte emiratim për tokën, ajo figuronte pronë e kësaj bashkie. Për të fshehur abuzimin e kryeministrit Edi Rama është futur në lojë kryebashkiaku demokrat i Kavajës Fisnik Qosja, i cili 4 muaj pasi u dha leja e ndërtimit ka miratuar dhënien e tokës publike për zhvillimin e zonës nga privatët. Shërbimin e tij kryebashkiaku Fisnik Qosja e ka kryer me këtë mashtrim e falsifikim zyrtar në favor të kryeministrit Edi Rama dhe investitorit e ndërtuesit të Kullës. Sipërfaqja në pronësi të Bashkisë Kavaj me numër 117 në zonën kadastrale 3001 në Qerret të Kavajës, në cilën është dhënë leja e ndërtimit të Kullës me 15 kate, është rrugë publike dhe kanal ujërash që derdhe në det. Ndërsa kryebashkiaku Fisnik Qosja ka mashtruar e falsifikuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, duke e paraqitur si tokë pa fryt, të dhënë falas për zhvillim me objekte ndërtimi dhe mjedise turistike nga privatët. Investitorët dhe ndërtuese e Kullës në Qerret është kompania
2D Construction 2025 SHPK. Ishgea Construction në pronësi të drejtoreshës rajonale të tatimeve të Tiranës Erilinda Lala dhe Marsida Dedej, juriste në Bashkinë e Kavajës. Kryetatimorja e Tiranës Erilinda Lala ka qenë ish këshilltare e ministrit Petrit Malaj në Ministrinë e Financave dhe në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, ndërsa një muaj para marrjes së lejes së ndërtimit të Kullës, ministri Malaj e kaloi drejtoresh kabinetit të drejtorit përgjithshëm të tatimeve dhe tashmë drejtore të tatimeve të Tiranës. Ndërtimi është shumë i lartë se parametrat bazë të njësisë G2A4201 që në Qerret nuk lejon ndërtime mbi 6 kate, por kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku i PD-s në Kavaj kanë firmosur të ndërtohen kulla me 15 kate. Ka informacione dhe raporte të agjencive ligjzbatuese se investitor dhe pronari kullës 15 katëshe në Qerret të Kavajës me vlerë ndërtimi e kompletimi 21 milion euro është ministri i Financave Petrit Malaj, ndërkohë që ka deklaruar vetëm 25 milion lek pasuri totale. Sipas këtyre informacioneve, ai ka përdorur si mask kompaninë 2D Construction 2025 SHPK, Ishgea Construction në pronësi të vartëses së tij, kryetatimore Erilinda Lala dhe ortakes së saj Marsida Dedej, juriste në Bashkinë e Kavajës dhe bashkëshorte e një prej personave të përmendur në dosjet e grupit Xhihani në Kavaj. Një muaj më parë, SPAK mori të pandehur kryebashkiakun e Gjirokastrës Flamur Golemi, sepse punimet publike të dhëna me tender i kryente me punëtorët dhe materialet e bashkisë, duke ndarë milionat me pronarët e firmës private, ndërsa kryebashkiaku i Sarandës Oltion Çaçi po përdor një marifet tjetër për të vjedhur me qetësi dhe pa u ekspozuar, duke bashkëpunuar me vartësit e financës, me antarët e komisionit të tenderve në bashki dhe me firmat private. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 17 mars 2026, kryetari Bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi ka shpallur 2 tender me objekt të njëjtë investimesh, rikualifikim rrugësh dhe sheshesh në disa zona të kësaj bashkie. Në tenderin e parë të firmosur në datën 6 mars 2026 me fond limit rreth 200 milion lek me TVSH, kryebashkiaku Oltion Çaçi ka urdhëruar të bëhen rikualifikime të rrugëve dhe shesheve në qendrat e banuara 6 me Toq, Berdenesh, Çuke, Manastir. Por edhe në tenderin e firmosur më 10 mars 2026 me fond limit rreth 500 milion lek me TVSH, kryebashkiaku Oltion Çaçi ka urdhëruar të bëhet rikualifikimi i rrugëve dhe shesheve në qendrat e banuara 6 me Toq. Sipas njoftimeve për të njëjtat lloje e volume punimesh në qendrat e banuara 6 me Toq, BEU i Sarandës Oltion Çaçi ka sajuar 2 tender paralel. Siç kuptohet, ai që do të futet në xhepin e tij është ai me vlerë 500 milion lek, ndërsa tenderi me vlerë 200 milion lek do të shpenzohet realisht për të hedhur disa lopata me asfalt në rrugët dhe sheshet e qendrave të banimit me Toq, 6, Berdenesh, Çuke, Manastir të Sarandës. Tenderin e parë kryebashkiaku Oltion Çaçi do ta zhvillojë më datë 24 mars, ndërsa tenderin e dytë do ta zhvillojë më datë 26 mars. Sipas njoftimeve për të njëjtat lloje e volume punimesh në qendrat e banuara 6 me Toq, BEU i Sarandës Oltion Çaçi ka sajuar 2 tender paralel. Siç kuptohet, ai që do të futet në xhepin e tij është ai me vlerë 500 milion lek, ndërsa tenderi me vlerë 200 milion lek do të shpenzohet realisht për të hedhur disa lopata me asfalt në rrugët dhe sheshet e qendrave të banimit me Toq, 6, Berdenesh, Çuke, Manastir të Sarandës. Tenderin e parë kryebashkiaku Oltion Çaçi do ta zhvillojë më datë 24 mars, ndërsa tenderin e dytë do ta zhvillojë më datë 26 mars, por afati i kryerjes së punimeve do të jetë 8 muaj për 2 kontratat e tenderimit. Deklarata e pasurive të Blendi Gonxhës e përforcon bindjen se ILDKPI nuk i verifikon pasuritë e disa zyrtarëve të lartë ose edhe kur u zbulon pasuritë fshehura nuk ja çon drejtësisë për hetim. Referuar deklarimit pasuror të Blendi Gonxhës dhe duke ditur aferat e tij të shumta korruptive nisur në vitin 98 në Ministrinë e Kulturës dhe më pas në Bashkinë e Tiranës, në 3 drejtorie në 2 ministri si ministër, ka indicie se ka fshehur shumë pasuri të paluajtshme me vlera monetare. Si provë për SPAK-un, nëse do të ketë vullnet ta hetoj Blendi Gonxhën, po përmendim faktin që në vitet 2005-2008 ishte emigrant në Itali e Greqi, por nuk ka deklaruar asnjë cent kursim nga puna. Nuk ka deklaruar as periudhën 2003-2005 kur jetoi e bëri biznes në Barcelonë pas arratisjes nga Shqipëria, nga që u procedua penalisht për hapjen e qëllimshme të digës së liçenit të Tiranës. Duhet hetuar fakti që megjithse Gonxha nuk ka deklaruar kursime nga punët në emigracion, pas kthimit në Shqipëri hapi biznes ndërtimi, transport mallrash e udhëtarësh, kompani taksi, import dhe shitje e dhënje makinash me qira, biznes ushqimor lëngjesh dhe madje
vëmendje hapi edhe një gazetë, drejthijet e pasurive të deklaruara nga Gonxha e pushtetit. Në vitin 2024, Blendi Gonxha nuk deklaron shtëpi, por ka deklaruar shitjen e 342 m2 truall për 150 milion lek, aq sa e kishte bler, ndërsa kompaninë Albarent ja ka dhuruar bashkëshortes. Deklaron 131.772 euro të ardhura nga shitja e pasurive, pa deklaruar çfarë lloj pasurie ka shitur dhe cilat kanë qenë burimet e sigurimit të tyre. Ndërkohë që bashkë me gruan dhe 2 djemt, deklaron 21 llogari bankare me gjendje nga 0 deri në 12 deri 30 euro. Deklaron 15.3 milion lek blerje bono thesari me burim nga të ardhurat e tij personale dhe i ka dhënë hua, si dhe llogari bankare me vlerë 4.86 milion lek përsëri me burimet nga të ardhurat. Ndërkohë po shlyen një kredi 226.000 euro, ndërsa gruaja Ilda Gonxha deklaron 39.000 euro të ardhura nga biznesi i transporteve, 51.000 euro të ardhura nga qerat. Djali David Gonxha deklaron një apartament në Holland të paguar nga prindrit dhe llogari 240.000 lek, ndërsa djali tjetër Dante Gonxha deklaron makinë $46.000, shpenzime 51.000 euro, 2 llogari 324 euro dhe 2.8 milion lek të ardhura nga pagat e firma Albarent. 2 hetime penale ndaj Blendi Gonxhës janë bllokuar në SPAK. Në muajin mars 2021, ndaj Blendi Gonxhës në atë kohë drejtori i transportit rrugor, SPAK filloi një hetim për korrupsion, fshehje të pasurive, transaksione jashtë bankave dhe pastrim parash në biznes e ndërtimi pallatesh e kullash, nëpërmjet baxhanakut të tij Mihal Deli Jorgji. Hetimi nuk avancoi më tej dhe prej 5 vitesh po mbahet i bllokuar. Madje nuk ka njoftim nga SPAK nëse Blendi Gonxha është marrë në pyetje për këtë çështje apo jo, sepse gjurmët e hetimeve të para çuan te financimi i parave të pista në ndërtimin e pallateve nga baxhanaku i tij Mihal Deli Jorgji i Gërdecit. Më 25 korrik 2022, Blendi Gonxha u thirrë në SPAK nga që nëpërmjet kompanisë së tij Albarent dhe firmës DG Dante Gonxha ka marrë miliona nga landfilli i Tiranës dhe nga shteti. Kanë kaluar rreth 4 vite nga nisja e këtij hetimi dhe Blendi Gonxha nuk është thirrur më nga SPAK. Por burime nga BKH kanë thënë për pamfletin se hetimi ndaj tij u ndërprer dhe është bllokuar si dosje, ndërsa Blendi është bërë 2 herë ministër.